Kështu dukej fusha sportive në të cilën klubi i futbollit Dardanot nga Gjakova shfrytëzonte për aktivitetin e tij. Por tani kjo fushë ka marrë një pamje tjetër. Pasi që dikush e ka liruar atë. Trajneri Zymer Islami tha se klubi i Dardanot këtë fushë ka shfrytëzuar që nga vitet e 80-ta e deri në ditët e sotme. Mirë po tani një mundësi të tillë nuk mund ta kenë futbollistët e këtij klubi. Dje ka ndodhur një rast që une nuk muj zdi qysh me qujtë si asë një shtetë më të pazhvilluar në botë, në Bangladesh qysh me arë mu lavru një stadion i futbollit ku rinia kësaj lagje me 12.000 banor e ka zhvillu veprimtarin shtu. Plus e kemi klubin futbollistik në kuadër bashkisë lokale që këtu i kemi kryu ushtrimet edhe lojnat. Dje ka ndodhur një rast me Mëngjesvish ku më ka njoftu, thënë stadioni o lavru. Thash që la lavru stadioni, po kom arë tu, kom thirë organet, kanë arë organet. Jemi shku poshtë, kemi dhënë deklarat në polici, e kanë thirë edhe atë pranajnë, është Prek Gjoka, nga fshati Osekpash, këtu, drejta e shtëpia që është atje. Aje ka edhe tokën e kish për të stadionit. Ta çfarë pretendime ka ai, nuk e di. As nuk ka arë me bisedu, bile me thonë si unë qështu e kom marrë në kompenzim. Aktiviteti sportiv i futbollistëve tani është ndërprerë, pasi që kjo hapësirë ka marrë pamjen një are, por ato që kanë mbetur janë vetëm shtyllat e gollave. E një gjë e tillë ka shqetësuar edhe banorët e lagjes Dardania, të cilët dolën në mënyrë paqësorë të protestojnë në këtë vend. E që situata të jetë e qetë u përkujdes edhe policia e Kosovës. I thras AKP-s dhe institucione shtetënore, relevante, prej nga kuvendi komunës deri te i fundit, që të merr masa ta parandalon këtë çështje, është kontratë qiramarrje, qiradhanie, nuk është ebleme. Kishte ebleme, respektojmë ligjin. Kontratat kur ndryshojnë rrethanat, ndryshon juridikisht. Sepse vetë zyrtarët e AKP-s nuk e kanë ditë që janë fushë topi. Për një zyre ka dhënë zotnia. Të pyetur se cila është përgjigjja që kanë marrë nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit, ata thanë se AKP ka thënë se nuk ishte në dieni se kjo pronë shfrytëzohej për aktivitet sportiv. Përgjigjja AKP-s ka qenë, tha, ne nuk e kemi ditë që ka qenë stadioni i futbollit edhe i asaj lagje. Thashe, qysh keni mujtë ju me japë ato për pa dalë në vend zjarjes, thash një lagje me 12.000 banor, thash na keni lanë ku të rritë s'kanë ku mi zhvillu veprimtari. Thanë për na vje keq, tha për një vjet e ka e në shfrytëzim deri në muajin shkurt vitit 2018. Përgjigjja AKP-s është një kontratë valide sipas tyre, që ju ka dhënë zotnisë në fjalë, me vlerë nuk na treguan, shka ishte jo etike, duke qenë edhe nga përfaqësues qytetarëve, sekretari i Këshillit Lokal, as mbrand nuk na kanë ftuar një zyrë, të paktën më ul si njerëz, me bisedu se çfarë është situata. Po nder. Domethënë, për mua ka qenë skandaloze dje. Dhe sot, kjo është merr. Ndërsa të pyetur se kujt i takon kjo pronë, thanë se është pjesë e ndërmarrjes e Reniku. E ata që kishin ambicie më të mëdha janë futbollistët, mirë po dëmtimi i fushës ish gënjeu. Na mëngjes na quajnë në orë me lujt, po ku e kina pa fushën, çka trun, unë jam për vetë jam mërzit. E unë e kam qenë për mu ndrejt kjo fushë, për me lujt na si kur kena lujt për para. Deri në zgjidhjen e këtij problemi, klubi i futbollit Dardanot do të ushtrojë aktivitetin e tij në palesën sportive Shaninushi. Mundësi kjo e cila u është ofruar nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport pranë Kuvendit Komunal të Gjakovës, ndërsa pritet që institucionet relevante të veprojnë në zgjidhjen e kësaj çështje.